e kërkova praninë tuaj duke u referuar një urdhër të drejtorit të autoritetit portuar Durrës, i cili njofton se së shpejti porta hyrëse dhe dalëse e portit të Durrësit do të përgjysmohet, që do të thotë nga 6 kursi që është në këtë moment, pas disa ditësh do të jetë me 3 kursi. Kjo sepse projekti i Alabarit duhet të zhvillohet dhe duhet të marrë dhe gjysmën e portës hyrëse të portit. Në pamje të parë duket sikur po zbatohet kontrata, por është një veprim shumë i rëndë, sepse së pari duhet kemi parasysh që porti i Durrësit ka një rëndësi të madhe ekonomike. Mos harrojmë që bëhet fjalë që mbi 80% të fluksit tregtar të Shqipërisë kalon pikërisht nga ky port dhe pikërisht nga kjo port këtu mbrapa. Mos harrojmë që ka një rëndësi strategjike rajonale. Dhe ju e dini që është porta hyrëse e korridorit të 8 që për kaq shumë vite ka qenë projekt në fakt i të gjithë qeverive. Gjithashtu duhet kemi parasysh faktin që porti i Durrësit për momentin është dhe pjesë pa diskutim dhe quhet edhe si port i natës, duke pasur parasysh që Shqipëria është një vend i natës, pa diskutim që kjo port hyrëse merr një rëndësi të veçantë. Por gjithashtu, siç e shihni, ky port edhe në kuptimin për sa i përket rajonit të Durrësit, do të krijojë pengesa të mëdha dhe në trafik. Imagjinoni pak në periudhën e pikut të turizmit, në periudhën e verës, ju e dini mirë se si janë radhët e automjeteve në të hyrje dalje. Imagjinoni pak që kur do jetë të përgjysmuar, do të kemi vetëm një dalje, pra vetëm një kursi, për të gjithë portin e Durrësit, ku siç e thash, është 80% e fluksit tregtar. Kjo do të thotë që të vesh mbi të gjitha interesat e mikut Alabar mbi interesat e shqiptarëve. Se nëse do të theni ju siç e shihni aty është bërë një grop, dhe kjo grop, ky ndërtim, do të vazhdojë edhe për të marrë rrugën. Po ku në cilin vend të botës kemi parë që të heqësh një rrugë dhe aq më tepër një port hyrëse, dhe ta transformosh në pallac. Thjesht dhe vetëm se ta kërkon miku. Por po të shkojmë aty. Edhe sikur një moment mendojmë që e para unë nuk mendoj kur që është në kontratë që rruga të kthehet dhe të bëhet pallac për projektin e Alabarit. Por si ka mundësi që një kryeministër, një ministër i dinjes, ministri i mbrojtjes, drejtori i portit nuk negociojnë dhe ta ndalojnë këtë projekt dhe të thonë jo, kjo nuk mund të bëhet, sepse është e dëmshme, thash, jo vetëm për Durrësin, por për të gjithë Shqipërinë. Prandaj bëj thirrje që ta ndalojnë menjëherë, sepse dëmi do të jetë i pariparueshëm. Imagjinoni pak një hyrje në Durrës ku ne e dimë se çfarë trafiku ka dhe të bllokosh portin e Durrësit. Unë nuk kam fjalë, përveç se të them që është një veprim anti-shqiptar, i cili do të bëjë që patjetër dhe shpenzimet e transportit të rriten kostot, të rriten koha e përpunimit të mjeteve e me radhë, dhe pyetja që vjen kujt i shërben. Po si ka mundësi që vetëm për të bërë një pallat duhet të përgjysmosh fluksin e transportit të mallrave në Durrës. Vetëm për një pallat? Po kjo është kriminale. Është pak të thuaç që është kriminale. Se siç e shihni ju, Alabari ka marrë dhe mira metra katror në det, dhe ju falenderoj që edhe e keni pasqyruar në të gjithë veprimtarinë tuaj, e shihni vetë që ka marrë mirë, por nuk mjafton. Duhet marrë edhe rrugën. Por në cilin vend të botës e përsëris, rruga merret dhe hipet për të bërë një pallat. E kundërta ndodh. Për të hapur rrugë, pa diskutim, që mund prishën pallatin, por nuk mund të ndodhi që të merret pikërisht 50% e daljes së portit, t'i kalojë projekti të Alabarit. A mund të jetë ky një hap i parë për të marrë më pas edhe territoret e tjera të portit të Durrësit në një kohë që projekti i portit është anulluar deri më tani? Një pyetje shumë e drejtë, të falenderoj. Atëherë çfarë ndodh? Ju siç e dini, tani më dje u njoftuam që edhe projekti për rinisjen e portit të Porto Romanës ka dështuar, apo jo? Projekti për 399 milion euro investim të fazës së parë ka dështuar, nuk kemi pasur ofertë. Dhe ajo që pyesni ju është e drejtë. Çfarë do të ndodhi me portin e Durrësit, duke pasur parasysh që sipas projektit flitet që
Për sa i përket terminalit pasagjer, po dhe terminalet të tjera do duhet në një kohë të dytë. Po përderisa ato do të kalojnë në një fazë të dytë, pse është ngutja kaq e madhe sa që të përgjysmohet rruga? Është pa kuptim. Përderisa terminali pasagjerëve funksionon dhe sipas shifrave zyrtare bëhet fjalë për miliona qytetarë turistë që kalojnë tek ky port, apo gjithashtu dhe terminali i kontenjerëve ka shtuar volumet dhe përsëri ka shumë dalje. Dhe ne kemi pa rradhët, ne që jetojmë në Durrës kemi pa rradhët e kontenjerëve në hyrje në dalje. Pse duhet përgjysmohet? Si ka mundësi që Alabari është mbi shtetin shqiptar, është mbi interesat e shqiptarëve? Po mirë, nuk pas ka një njeri që e don këtë vend në këtë qeverinë shqiptare, po ky kryeminist si mund të jetë kaq kriminal? Si mund bllokosh për një pallat Alabarit të përgjysmosh hyrjen e daljet të portit Durrësit? Vetëm një kryeminist si Rama dhe i bëj thirrje, ndaloje këtë çmenduri, se do të jetë shumë vonë ku tu të shohim një pallat dhe Durrësi dhe porti Durrësit ketë vetëm 3 korsi për hyrje e dalje, që janë pak edhe. Kështu siç është, do të kishte nevojë për shtesa. Dhe aq më tepër, unë mendoj që rruga e portit Durrësit, kjo rrugë që është pas meje, në fakt e mira do të ishte që ti kalonte qytetit. Se dakord portin e fale me një vlerë për 3 miliardë eurosh, po të paktën në rrugën mos ja merr Durrësit. Rrugën paktën duhet ja falte, duhet ja lënte qytetarëve të Durrësit, sepse i takon se ato janë pronarët e vërtet. Janë pikërisht shqiptarët pronarët e vërtet. Nuk mund të jetë Alabari. Alabari të marrë çdo gjë, të marrë pasuri kombëtare, të marrë dhe rrugët, të marrë dhe parat. Po atëherë për çfarë është qeveria? Se qeveria për këtë shërben, që të mbrojë interesat e shqiptarëve. Prandaj edhe është aty për të mbrojtur interesat. Në këtë moment, unë do të thoya që Rama po vepron si një anti-shqiptar, më vjen keq ndofta që kalojnë në të tilla epitete, por më duket një veprim shumë i rëndë që pasohet do t'ja shohim brapa. Të përgjysmosh hyrje daljen e portit të Durrësit është një veprim as pak i mirë, do thosha është në dëm të interesave të shqiptarëve.